Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo mëngjes nga kjo studio. Sot të ftuarit e mi janë një skuadër kampionash. Ata janë fitues të debatit kombëtar mbi integrimin dhe Bashkimin Evropian. Natyrisht tema shumë aktuale, në të cilat janë përfshirë, janë nxënës të gjimnazit 28 nëntori dhe kjo skuadër fituese përbëhet nga Arba Lohja, Marsida Hasmegaj dhe Sefi Reçi. Ato janë të ftuarit e mi për shkak të situatës së veçantë pandemike. Ato nuk do t'jenë një herësh në studio, por do vi me radhë, natyrisht, duke shpalosur ndjesitë e veta në pjesëmarrjen në këtë debat kombëtar. Fillojmë me Arbën, e cila është pjesëtare, është një ndër kampionet e kësaj skuadre. Arba, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në studion tonë. Natyrisht vjen me një ndjesi shumë të bukur, apo ja? Normalisht ndjesit janë gjithmonë pozitive, pasi vim si fitues këtë radhë edhe normalisht. Natyrisht është një ndjesi që përshkon të gjitha ditët tuaja, ndaj është diçka shumë e bukur. Çfarë ishte ky projekt? Projekti përgjithshëm ishte Europa për rinin shqiptare, u organizua vetë nga Bashkimi Evropian, por u implementua nga CSR Communication Center, u organizua projekti në formën e një debati të tipit Karl Popper, edhe shkolla jonë kishte fatin të ishte edhe pjesëmarrëse në këtë debat. Janë shumë gjëra që do të ndaj spjegosh si u zhvillua si debat, por në radhë të parë duhet të di si u përfshit ju. Si erdhët, me çfarë ndjesie, kur dikush ju tha, natyrisht mësuesja juaj, apo drejtoresha, i përshëndesim me shumë respekt, drejtuesen e këtij institucioni tashmë shumë të suksesshëm, siç është Gjimnazi 28 nëntori, zonjën Albana Hoti Bushati dhe mësuesen Alketa Banushi Kraja. Po, ju uftuat? Po, uftuam nga zysha e gjuhës dhe letërsisë, zysha Alketa. Ajo naftoi të treve që të merrnin pjesë në debat, pas disa provash normalisht. Dhe ndjesit ishin nga më të ndryshme në fillim, ishin pak skeptik, pasi ishte diçka shumë e re për ne. Zakonisht unë edhe Sevi kemi marrë pjesë në debate në gjuhën angleze dhe jo shqiptare, kjo ishte hera e parë që merrnin pjesë në një debat të tillë, por që me punë edhe arritëm edhe rezultatet që dëshironim. Pra, me sa po shoh, mësuesja e paska shtrirë ftesën në një sër nxënësish, apo jo? Po, patjetër. Ajo bëri një përzgjedhje, pasi normalisht jo të gjithë kishin fatin që të merrnin pjesë, sepse aftësitë janë diçka tjetër, por ajo mundua që të zgjidhte ato të cilët i plotësonin ato kriteret ose cilësitë që do të vlerësoja edhe debati. Si që duket, pas ka pasur edhe të tjerë kandidat dhe ndoshta mësuesja është vënë paksa në siklet për të zgjedhur, por ka bërë shumë mirë sepse ka zgjedhur një skuadër fituese. Po, e rëndësishme ishte që të zgjedhte individ të cilët kishin një formim që munden me e çu edhe më larg se sa brenda qytetit aftësinë debatuese tyne. Edhe duke qenë se shumica prej nesh kishim edhe eksperiencë më përparshme, ajo na zgjodhi ne të treve. Dhe natyrisht tematika ishte sa e afërt, aq edhe një shesh për të numtuar, për të zbuluar, për të studiuar në mënyrë që të ndaleshen në pikat më thelbësore të këtyre temave. Patjetër. Kur morëm me vesh në fakt në fillim temën e debatit ishte për Bashkimin Evropian, integrimin e Shqipërisë në BE, edhe demokracinë brenda Bashkimit Evropian. Edhe 3 maturant hymen fillim me njohuritë e përgjithshme që kishin marrë gjatë viteve për Bashkimin Evropian, po jo diçka e zgjeruar ose specifike, po. Edhe me anë disa paketave kërkimore që na ofruan, edhe me kërkimet më atëshme që të 3 prej nesh bëmë, arritëm me marrë një informacion më të saktë, më të përmbledhur,
që na ndihmojnë normalisht edhe gjatë kohës të përgatitjes. Për sa kohë përgatitet? Intensivisht gjatë rreth 10 ditë përgatitja. Fatkeqësisht nga situata e pandemisë, takimet i kemi bën Zoom në platformat virtuale, pra. Jemi takuar mas dite, zakonisht ishte ora 5, ora 6 që qëndronim paktën një orë me zy shalketën, që e falenderojmë pafund edhe për përfshirjen edhe për suportin që na ka dhënë gjatë kësaj kohe. Ne të tre ishim gjithsecili nëpër shtëpiat tona, po të tre për të njëjtin qëllim. Kështu që ishte edhe vështirë, po edhe diçka e veçantë. Brenda jush kishte bashkëpunim, domethënë debatonit ju vetë për të gjetur një mendim më të konsoliduar rreth ideve dhe tezave tuaja? Patjetër, kjo ishte edhe pjesa kryesore, ose ndoshta më e bukur, pasi të tre prej nesh kishim marrë informacione të veçanta në përfaqe të ndryshme interneti, në për libra të ndryshëm, edhe të tre ishim duke diskutuar se cilat janë ato mod të saktë ose ata që do të përdoren për debatin, pasi normalisht për me të kenë një fitues duhet edhe me bët për zgjedhjen. Shpesh është dashur të rrahni edhe mendime. Aja është diçka shumë e veçantë në fakt. Të tre jemi nxënës të mirë, jemi nxënës që secili prej nesh ka intelektin e vet ose njohuritë e veta, por aja pjesë është ajo që na ka ndihmuar për me ecë më përpara, ato rrahjet e ideve me njëri tjetrin. Mendonit se ditë pas dite çdo gjë po konsolidohet dhe ajo hapat e parë të cilët për çdo gjë dhe për çdo kënd mund të kenë pasigurinë si shoqërues, tashmë filluan të konsolidonin një mendim, teza të njësuara mbi bazën e të cilës do zhvillohej debati. Ishte shumë e rëndësishme në dy aspekte, para për me krijuar elokuencën ose rrjedhshmërinë të folur, edhe e dyta ishte formimi i mendimit kritik. Për me formu një mendim kritik normalisht duhen shumë kërkime. Edhe me kalimin e kohës, sa më shumë mladhje që bani me njëri tjetrin, aq më shumë ne kishim krijuar ato idetë e qarta dhe atë elokuencën ose rrjedhshmërinë të folur. Më bën përshtypje, megjithëse do ta diskutoj edhe me pjesëtarët e tjerë të skuadrës, pjesa e mendimit kritik, ku konsistonte kjo? Mos shumë ka të bëjnë me aftësinë tonë për me analizu një material që na jepet, edhe aftësinë që atë material që ne kena analizu me e shprej në mënyrën më të shkurtër dhe më të saktë, që ti në fundit ke me bind dikën, pasi kjo është vetë arsyeja ose qëllimi i një debati. Kështu që nëse ne jemi të aftë për me bind tjerët, me anë të atij mendimit kritik që secili prej nesh ka kriju mbi një temë caktuar, atëherë ne kena arritur edhe qëllimin. Arba, dua të bëj një pyetje sa personale, aq edhe të njësuar me mendimin rinor. Si mendoni, sa e integruar është rinia shqiptare për të hedhur hapa drejt integrimit evropian? Për mendimin tim, kohët e fundit rinia ka pafund mundësi informimit, ka platforma nga më të ndryshme të më informu edhe fatmirësisht janë edhe të updateuar me lajmet e fundit ose me ngjarjet e fundit që ndodhin. Por normalisht janë edhe aspekte tjera që ne na marrin mbrapa. Edhe them se duhet kemi një kohë shumë gjatë, një rrugtim mjaft gjatë për me arrit drejt Bashkimit Evropian. Ju e shihni veten pjesë integrale të kësaj rinie që integrohet me këto hapa? Normalisht edhe unë jam e re shqiptare, një lloj si janë gjithë tjerët, edhe e fus vetin në atë grupin e të rinjve që kanë qef ose kanë dëshirën që një të ardhme të afërt mu integru bashkë me pjesën tjetër të Europës. Normalisht, geografikisht ne jemi pjesë e Europës, kemi qenë gjithmonë, por idetë ose mendimet, zhvillimet e ndryshme, si politike, si ekonomike, janë komplet. Ku shihni sfidat? Për momentin, sfidat janë ato idetë, ose për zgjadhjen për universitetin të paktën, në për vendet e tjera fqinje janë shumë gjana të ndryshme, ose përballjen e moshave tona me politiken vend, se në Shqipni është shumë më ndryshe me vendet e tjera. Kështu që them se kena një rrugë shumë gjatë për me kanë. Natyrisht janë hapa të cilët natyrisht ju bashkojnë dhe ju rrekin në aspirata shumë të bukura rinore, apo jo? Normalisht janë ato organizimet e ndryshme që
mundohen gjithë secili prej nesh për kriju një aktivitet, një organizim llojeve të ndryshme, thjesht që me u bashku ose mu afru më tepër me ato të rinj që jetojnë në shtetet fshinje ose në shtetet e tjera. Arba, ti e lë të hapur debatin, për t'ja lënë vendin shoqes tënde të skuadrës, e cila është Marsida. Do ta kaloj mikrofonin tek Marsida, e cila tashmë është gati për të ardhur pranë mikrofonit të studios son. Edhe Marsida është pjesë e kësaj skuadre, e natyrisht si maturante vjen me mendimin e saj të pjekur rreth pjesëmarrjes në debatin mbi integrimin. Dhe bëhen përshëndetje Marsida. Më vjen shumë mirë që takohem sot së bashku nga afër, sepse në rrjetet sociale kam parë edhe fotot tuaja, ishin shumë entuziaste, duket se ishin pas shpalljes fitores suaj, apo ja? Po, në fakt ne ishim entuziastë si para dhe pas, megjithëse domethënë kishim këtë idenë ose në mendjen tonë që edhe nëse nuk do fitonin, prapë se prapë ishte një eksperiencë shumë e bukur, ose kishim sepse mos ishim entuziast. Pastaj edhe fitoria kuptoi që ishte një arsye shumë e madhe për ta shfaqur entuziazmin tonë dukshëm edhe nëpër foto. Arba, tregoj hapat në të cilët ju mbërritët deri në ditët e debatit. Si u zhvillua ky debat? Atëherë në debati fillimisht konsistoi në u bë faza e parë, ishte konkurim në një farë mënyrë ndërmjet shkollave brenda qyteteve. Ishin 4 qytete, qyteti i Shkodrës, i Tiranës, i Korçës edhe i Vlorës. Dhe në secilin prej këtyre qyteteve u përfshin 4 shkolla të qytetit, ashtu sikurse edhe në Shkodër. Faza e parë është konkursi ose konkurimi pra ndërmjet këtyre shkollave, fituesit e secilit qytet kishin edhe të bënin fazën e fundit, ku do shpallej edhe fituese. Ju pra zhvilluat një pjesë të parë, një round të parë, cili kishte të bëjë me shokët tuaj të Shkodrës. Me cilëve skuadra u përballët? Atëherë ishim gjimnazi 28 nëntori, pra ne, ishte gjithashtu shkolla Shejnaze Juka, Oso Kuka, domethënë kryesisht ishin këto shkolla. Dhe domethënë në mënyra e debatit ne kishim mundësinë që të debatonim 2 herë. Pra një herë për të dalë në finale dhe herën e dytë për të fituar, pra brenda raundit të parë dhe ja dolëm brenda qytetit. Kishte disa faza, edhe kjo fazë e parë? Po, 2 faza. Se duke qenë se ishin 4 skuadra. E cila ishte skuadra 4? Po, atëherë përmenda Shejnaze Jukën, përmenda Oso Kukën, gjithashtu ishte edhe gjimnazi 28 nëntori. Besoj edhe këto më duket se ishin kryesisht. Ne kishim mundësinë, vetëm në fakt kishim mundësinë me Shejnaze Jukën që të përballeshim, që ishte një skuadër shumë e fortë edhe domethënë edhe vetë zhvillimi brenda të rinjve në Shkodër ishte për tu habitur. Domethënë kishte edhe skuadra brenda shkollës që mund ta kishin merituar mbas edhe parë sa ne që të ishin pra të konkuronin në Tiranë. Kishte nivel shumë edhe brenda Shkodrës. Me një nivel diskutimi. Siç duket tematika ju ka tërhequr shumë. Po, ishte një temë aktuale, po themi, është një temë që na ka shoqëruar si shqiptar gjatë gjithë kohës, pra integrimi në BE dhe sa gati jemi ne si shqiptar që bëhemi pjesë e BE-s, secili siç e tha Arba, secili prej nesh që para debatit ka pasur një huri ose një formim në lidhje me BE-n, po që gjatë debatit kuptohet që morëm edhe informacione të reja dhe i bëm tonët në mënyrë që të debatonin. Si u zhvillua faza e parë? Do me thonë, ishte ball për ball, ishte online, u drejtonte nga dikush, u vlerësohej nga një juri, si ishte kjo fazë? Po, atëherë në faza parë ishte, them drejtën, ishte shumë e vështirë realizimi i tërë këtij debati, sepse siç dihet në këtë periudhë pandemie është shumë e vështirë që brenda një salle të mbahet një numër i madh njerëzve, po për shkak të virusit u bë mundur që brenda sallës u zhvillua faza parë, zhvilluar faktikisht në shkollën tonë,
po që brenda, duke qenë se numri ishte shumë i madh, nuk u lejonte që të qëndronin 4 skuadra, qëndronin vetëm 2 skuadrat, juria gjithashtu edhe ajo që drejtonte debatin, që bënte hyrjen. Kështu që më pas bënin debatin 2 skuadra, dilnin nga salla, vinin 2 tjera, pra ka qenë pak e vështirë, po që ja dolëm, nuk ishte e pamundur. Ndjes. Si vlerësohej ky debat? Vlerësohej aty për aty, nga një juri, nga Shkodra, si ishte kjo? Po, atëherë në vlerësimin e debatit, siç e thamë pak më përpara, siç e tha Arba, u vlerësuan në bazë të disa kritereve. Ky vlerësim u bë aty për aty, domethënë juria ishte prezente dhe tek ishin 3 antarë jurie, 2 prej tyre ishin nga qyteti i Shkodrës, ishin përfaqësues, domethënë që kishin lidhje edhe me integrimin në BE ose kuptohet që kishin informacione, por gjithashtu ishte edhe Juli Ristani, që ka marrë pjesë në të gjitha debatet që janë bërë në të gjitha qytetet, domethënë ajo ka qenë antarja vetme e jurisë që ka qenë në çdo qytet, ndërsa brenda qyteteve i kanë ndëruar, domethënë jurit. Kishi brenda këtyre takimeve sfida të veçanta të cilat ju i përballuat me sukses? Po, atëherë sfidë më vete fillimisht ishte që para faza përgatitore, që në fazën përgatitore ne mund të kishim informacion, por ideja që në momentin që ti je në një konkurs, ato informacione duhet i kesh sakta, duhet lexosh sa më tepër, që ti jesh sa më tepër informuar dhe ti jesh gati për të bërë kundër argumentin për çfarë do lloj argumenti që të vjen. Kështu që kjo ishte një ndër sfidat kryesore ose sfida e parë. Më pas sfida tjetër ishte që dish ti bësh të tuat ato që ke lexuar, sepse në momentin që ti i bën tuat e ke shumë më thjesht për të shprehur edhe për të bindur edhe tjetrin. Më pas edhe kjo emocionet ishte prapa edhe një sfidë më vete, domethënë kishte shumë gjëra që duhet të përballonim për të fituar brenda Shkodrës se më tepër në Tiranë. Marsita, natyrisht të marrësh pjesën në një debat të tillë është jo vetëm të shfaqesh, por dhe së brendshmi ta ndjesh këtë. Si ka ndodhur tek ju? Po. Sepse integrimi dhe rinia dhe integrimi janë 2 pjesë shumë të afërta, pothuajse të pandashme. Dhe ne shpesh themi që integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian vjen përmes rinisë. Si keni përkthyer ju tek vetja dhe tek të tjerët këtë? Po, të besuarit në fakt është, po themi, sa problema që gjë pozitive një debat, sepse kur jepet një temë, ti mund të jesh ose skuadra pro ose skuadra kundër. Por që ti personalisht mund të kesh një mendim të caktuar, por neve na ka rëstisht që të na bie një mendimi komplet tjetër, edhe ne duhet bënim sikur e besonim ato gjë që po thonim. Edhe kjo në fakt është edhe ajo që bën dallimin ndërmjet skuadrave. Një skuadër e cila fillon në momentin që përballet me një temë dhe me një qëndrim, e beson aq shumë atë qëndrim sa që duket sikur me të vërtetë është i tij, atëherë këtu bëhet edhe dallimi ndërmjet skuadrave, pra sa e mirë është një skuadër. Kështu që kuptohet që mendimi që ne kemi është shumë i rëndësishëm, por që duhet dish edhe të manovrosh në situatat e debatit, pra duhet dish të bësh tuat çdo gjë që të jepet përballë. Si keni pritur vlerësimet? Çfarë ngazëllimi ose çfarë drejtërimi deri në dhënien përfundimtare të vlerësimit? Po, në fakt ne kemi qenë shumë, nuk e di, nga që siç e thasha pak më përpara, niveli në Shkodër ishte shumë i lartë, edhe në fakt edhe e prisnim, po ishte ashtu siç edhe e prisnim. Pra kishte nivel të lartë nxënësish, mënyrat e të debatuarit ishin shumë elokuent të shprehur. Normal që kur ke konkurrent të fortë, kuptohet që stresohesh ose je në ankth më tepër, edhe kur ankthi është i madh edhe fitoria bëhet më entuziaste ose e ndjen më tepër fitoren. Kështu që patjetër që fitoria tek ne erdhi brenda qytetit Shkodrës, fillimisht erdhi si diçka shumë pozitive, që edhe e prisnim, po edhe kishim ato dyshimet tona. Ku mendoni se ishte pika më e fortë e juaja? Qoftë në argumentim, por edhe në shfaqje të tij. Fillimisht një ndër kriteret kryesore, siç e përmendet edhe ju pak më përpara, është mendimi kritik. Ka pasur shumë nxënës apo studentë që kanë marrë pjesë në debate të cilët kanë pasur informacione, por analiza këtyre informacioneve mbase ka çaluar pak ose ka qenë jo aq në nivelin e skuadrës tonë. Pra mendoj që një nga pikat kryesore ka qenë mendimi kritik, elokuenca deri diku në të folur, megjithëse kanë pasur edhe skuadrat forca argumentimit, po pikërisht.
Dhe ajo që sa po thash, se ne shumë shpesh na ka qelluar si në qytetin e Shkodrës, ashtu edhe në Tiranë, të kemi këto kundër, pra kundër një teme të caktuar. Dhe kjo është më vështirë dhe ne kemi arritur që edhe nëse s'ka qenë mendimi ynë personal, të bindim të tjerët. Dua të bëj një pyetje, pikërisht duke qëndruar tek kjo temë e madhe, siç është integrimi dhe Bashkimi Evropian. Si e sheh rolin e rinis Marsida? Në një kohë kur në vendin tonë natyrisht shumë ide, mendime, kushte nganjëherë lëkunden, kur rinia shpesh edhe e gjejmë të ikë rreth larg nga Shqipëria. Si e shikon rolin e rinis në këtë integrim, pikërisht në këtë aktualitet? Në fakt, ne gjithë e dim dhe është fakt tashmë që janë pikërisht të rinjt ata të cilët krijojnë një shtet ose që bëjnë një vend duke përfshirë këto Shqipërinë që ecë përpara. Shqiptarët kuptohet si të rinjt edhe jo vetëm kanë kapacitet si intelektual për në gjitha anët, po që mendoj që debate si ky yni i bën të mundur që ky kapacitet ose intelekt që shqiptarët kanë të futet më tepër në punë, sepse nuk mjafton vetëm ta kesh, po duhesh edhe të kalosh në veprim. Edhe kjo deri diku është edhe ajo çfarë i mungon të rinjve, që gjitha mundësitë që i kanë të shfrytëzojnë në të mirë të vetes fillimisht edhe kuptohet si rezultate në të mirë të vendit ku ata jetojnë. Kështu që me pak përpjekje besoj që edhe mund t'ja dalim ta bëjmë Shqipërinë. Dhe niveli juaj është mjaft i lartë. Si mendon veten pikërisht në këto procese të integrimit? Unë mendoj që gjithë të rinjt zënë vendin e tyre në integrimin apo në zhvillimin e Shqipërisë, pra secili prej nesh në një mënyrë ose në një tjetër ndikon. Edhe nëse ose thjesht mjafton që ti t'japësh atë, edhe nëse nuk ke mundësi që të kryesh një veprim të caktuar, që ne gjithë i kemi në ditët e sotme, po edhe sikur ta marrim si të mirë qenë, mjafton vetëm të shpërndash idenë që ne duhet bëjmë diçka tek moshatarët e tu dhe ti bën një ndryshim për vendin tënd. Pra edhe unë, sikurse të gjithë kemi mundësi edhe shoh që secili prej nesh, sado ndihmës e vogël ndikon shumë në zhvillimin e vendit. Meqense je maturante, ti do kërkosh që të largohesh nga Shqipëria për studime të larta, për një nivel më të lartë kulturor, apo edhe një jetë më të mirë, apo mendon se mund të jetë shumë mirë Shqipëria një vend ku hapat tuaj mund të jenë gradual drejt mbërritjes së qëllimeve tuaja? Po, them drejtën, po ta marrim nga aspekti personal, mendoj që është e ditur që mundësitë që na jepen, që na ofrohen jashtë, janë shumë të mira se sa këtu në Shqipëri, po edhe nëse ka të rinj të cilët duan të largohen jashtë vendit për studime, unë mendoj se është diçka pozitive, sepse si ofrimën perëndimore, si edhe mendime të reja në vendin tonë, gjithmonë nëse kthehen sërish në Shqipëri, patjetër që do e zhvillojnë, po pikërisht. Patjetër do e zhvillojnë vendin, edhe nuk e shoh si diçka negative. Kurse për ato të cilët dëshirojnë të qëndrojnë, patjetër që ka mundësi edhe këto, ka shumë mundësi edhe këto për të zhvilluar ose për të arritur ato qëllimet tona, po siç e thatë edhe ju, kjo arritje e qëllimeve është më gradual, ndërsa jashtë vendit e shikojmë si trampolin, po themi drejt suksesit apo arritjes së qëllimeve. Pjesëmarrja në këtë debat, çfarë ngjalli tek ti? Çfarë hapash hodhi në esurin e personalitetit tënd në formim? Ky debat, në fakt, siç e thash pak më përpara, na ka dhënë shumë eksperiencë, edhe po të mos kishim fitu, po themi atë çmimin, kemi fitu shumë gjëra të tjera shumë më të rëndësishme. Siç ashtu, për shembull, jam përballë me një realitet që nuk e kam ditur në momentin që ne jemi mësuar të jemi të kufizuar, po themi brenda shkollës tonë ose brenda qytetit tonë, por në momentin që të jepet mundësia të konkurosh ose të shikosh edhe nivelin e shkollave të tjera ose edhe të qyteteve të tjera, është diçka shumë pozitive, sepse ti shikon që ka edhe më mirë se ti, ka shumë gjëra që mund të përmirësosh tek vetja, edhe ka shumë gjëra që mund të bësh, domethënë. Pa folur më pas edhe për informacione shtesëshmore, njohuri që kam marrë, ose edhe gjatë këtij debatit ka qenë një ndër kushtet kryesore, ka qenë që të jesh i qetë, eloquent, të kontrollosh ndjenjat, emocionet, edhe kjo është diçka pozitive që me patjetër do na vlen në jetë, nëse jo në debate të tjera, në jetën e përditshme është një kusht që
Marsida, si pjesë e skuadrës kampione, unë të falenderoj shumë që Faleminderit edhe datë ju. mendimet këtu, por edhe ju përgëzoj për këtë paraqitje dhe për këtë forcë argumentimi që ju keni bërë. Ju uroj Faleminderit. suksese gjithmonë zemër në të gjitha hapat që ju i hedhni, duke menduar se edhe ky hap në pjesëmarrjen e këtij projekti është pikërisht një mundësi shumë e mirë në mënyrë që ju ta shihni veten si pjesë integrale i një procesi shumë të bukur në integrimin në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që pranë mikrofonit kam një tjetër kampion që vjen me kaçurrela në erë, ashtu siç thotë edhe në poemën e tij Lazar Siliqi, po që i përshtatet edhe moshës rinore, është Sevi Reçi. Përshëndetje Sevi, mirë se erdhe në studio. Përgëzime si kampion dhe pjesë e skuadrës kampione të këtij debati kombëtar. Besoj se je ndjer mirë. Normale, do më thonë fitoria gjithmonë diçka e bukur, eksperiencat vetvete diçka e bukur, ko kanë qef, me mësu diçka të re pse ja, shumë eksperiencë e bukur, veçantë. Shoqet tuaja e spjeguan shumë bukur si jeni përfshirë. Hapa të përzgjedhjes, mbledhje në Zoom pasdite, ndarja e mendimeve, bashkimi në teza të përbashkëta, një mendim gjithmonë nën kujdesin e asaj që është ëngjëlli juaj, siç është mësuese Alketa, apo edhe në drejtimin e drejtuesës institucionit Albana Bushati. Ndërkohë që erdhëm në pikën finale, aty ku pasi kishi fituar në fazën e parë, siç ishte përballja me shkollat e tjera të Shkodrës, ju mbritët në takimin kombëtar mes 4 qyteteve, Shkodra, Tirana, Korça dhe Vlora. Si u zhvillua ky debat final? Po atëherë të 4 shkollat e tjera, Vlora nuk mujti me marrë pjesë pasi patën disa probleme, por për gjithsesi ata finalistë ishin. Të 4 shkollat e tjera, ashtu si edhe shkolla jonë e Shkodrës pati një fazë të parë në qytetin e vet, me shkolla të tjera të qytetit tyne, ku këta shkolla kishin fituar në qytetin e tyne edhe arritën finale me ne. U zhvillu debati, ne kena zhvillu 3 debate shkolla jonë, 28 nëntori, kena zhvillu 2 debate me shkollën e Tiranës Petronini Luaj Rasi, kena zhvilluar një debat me Korçën, i mujt me edhe pse ishin shumë përgatitën të dyja shkollat, si Petronini Luaj Rasi, si edhe shkolla e Korçës, janë shumë përgatitën, por ne ishim më tepër fund. Ku menduat se ishi do të thonë më në avans me mendimet tuaja, pikërisht ku qëndruan këto pika të forta në këtë debat final? Po, atëherë duhet mi krahasu me të dyja shkollat në vedi, me Korçën kishim një avantazh pasi ishim argumentet që ishim të i prezantuar ne ishin shumë më të detajume se argumentet që ishin të prezantuar shkolla e Korçës, që ishin më tepër argumenta bazë, edhe pse të prezantuam një formë shumë të mirë, domethënë nuk kishin diçka goditës, një detaj rand që me e bin jurin që ajo që është të thonë është që vërtet, ndryshe nga shkolla jonë që siç e përmendëm edhe më parë, na përgatit shumë për debatin, edhe kishim shku me fitu, domethënë është siç kanë çdo konkurrent një konkurs, ishim më të përgatitën në atë sensin mendimit kritik që përmendëm edhe më parë, ndërsa me Petronini Luaj Rasin, ishin një shkollë gjithashtu ishte shumë e përgatitën, kjo mendoj se erdhi diferenca mes nesh dhe Petroninit, erdhi një detaj krejt vogël domethënë pasi ku qëndroi ky detaj? Po ishte marrëdhënia që kishim ne me njëri tjetrin, ishte edhe koherenca që kishim sa ishim në një nivel krejt barabartë, domethënë ne tre si debatues shkollës tonë, ndërsa Petronini nuk kishte një nivel aq barabartë mes delegatëve të shkollës tyne sa kishim ne, domethënë kishte një nivel më që vite në rritje, pra nuk ishin të tre konkurrentë atë nivel. Cila ishte tema e bazë e debatit? Domethënë aty tek po e quajmë ajo pyetje e cila ishte sfiduese dhe ju bëri që të ndjesh i mirë. Ishin shumë detaje në fakt që dhe bajnë mund një mirë, domethënë është të pjesë e vogël e debatit që se merr të aspekti pozitiv të balmoni mirë në përgjithësi, sidomos kur e shef se ke një rezultat pozitiv edhe në fund, gjithmonë balmoni më mirë mundesh më hanë reagimi i juris që kishte kundrejt nesh ishte gjithmonë pozitiv.
Mënyra se si ishim të përcjell debatin ishte një mënyrë domethënë që shumë e lehtë më u kuptu, sepse ishim të kanë të tre shumë të qartë të ekipit ton, edhe në të njëjtën kohë përveç qartësisë ishim të kanë edhe të saktë, të argumentu, të thënë evidenca, gjëra që janë të na pikë bonus për ne që sollen edhe vlerësimin që morëm. Këto evidenca ishin në kokën tuaj apo pasqyrohen edhe në materiale, qoftë edhe grafike që ju kishi përgatitur? Ne materiali normalisht që ko keni përgatitën, edhe materialin e kena pas me vedi, por ko kanë kryesisht i mësuar domethënë materiali. Po si e në thashë, për i na përgatit mjaftueshëm sa nuk ishim aq nevojë për sa me Pra ato parametra që ndrojnë akoma dhe ju atë konkurse keni brenda vetes edhe tani që ka mbaruar. Tash nuk e kena më konkurs, kena me pas një muhabet tavolinet kur kena me dalë me shok ose me persona Një ngjarje e bukur që mendoni se ja vlen për të kujtuar pikërisht në këto seanca debati apo nga njëri takim në tjetrin? Nuk di me vu një pikë specifike dhe me thonë ngjarje, po fitoria do kisha thënë është pjesa më e bukur. Po natyrisht po ai reagimi i mësuesës suaj Alketa e cila po ju ndiqte në sallë me ritëm zemre, si ishte? Shumë reagim pozitiv të me thanë, ishte shumë e lumtun si Zysh Alketa si edhe Zysh Albana për fitoren tonë. U përqafuat me gjithse ishte një... Ashtë koha që nuk duhet, por ka raste që edhe lejohet. Shumë bukur. Ju e morët me njëherë vlerësimin apo pritët paksa? Po, mas çdo faze të debatit, të dyja skuadrat dalshin jashtë me zhvillimit të debatit dhe ju lete juris një kohë të caktuar që kishin ata nevojë për me bë vlerësimin e secilit grup. Edhe mas u bë vlerësimi, u riktheheshim edhe herë te salla. Ju merrshim frym. Shumë në ankth, merr një frym, po. Pishim ujë, domethënë sa më marr relaksu, domethënë me marr edhe herë me kam tokë, si thonë. Edhe mos i na bëshin tjerën që marr prapë për me marr vlerësimin, shkoshim prapë te salla. Ishte suspans, dhe me thonë, u bate kritika juris se cilit grup, dhe me thonë. Juria ishte shqiptare, apo ishte... Shqiptare, të katërt juristat, ishin me profesionet ndryshme, po dhe me thonë të kenjajta fush, dhe me thonë që kishin lidhje me debatin që ishte të u zhvillu dhe ishin karent me ngjarjet që ishin duke u tregu. Gjithë ky konkurim u zhvillua brenda një dite, brenda një sale, brenda një kohe të caktuar, apo ju pritët në 2 ditë për shembull? Faza finale është zhvilluar me 1 dite, edhe faza në Shkodër është zhvilluar me 1 dite, domethënë se faza në Tiranë është zhvilluar në Tiranë te shkolla e Ismail Qemali. U zhvilluan në debatet me radhë, edhe më thonë pati një atë periudhën e kohës që zgjati, si të njëjtë sa ka zgjatë debati, sa kanë marrë edhe juria me dhënë vlerësimin. Sevi, dua ta bëj edhe ty këtë pyetjen, me qenë se rinia është forca kryesore e integrimit për në Bashkimin Evropian. Sa e ndjen veten pjesë e kësaj rinie në këtë integrim? Është shumë e përgjithshme, por ti mund ta veçosh tek pjesa jote. Okej, si thonë do kisha thënë se mendoj se për hek anash çdo pikpamje politike që ka çdo person vetvete, besoj se tani jena për me bë vendin ku jetojmë vend më të mirë. Në çdo formë mënyrë është ndryshme, disa dojnë më ardhi jashtë, me shku jashtë dhe më ardh prap, dikush preferon me bë për brenda Shqipëni, po besoj se çdo njeri, se do i suksesshëm çdo fushë që jetë dëshirën e ka, sepse është vendi ku jeton fundit, edhe pse mos më bë vendin ku jeton një vend më të mirë, që edhe ti më kanë më lumtun, edhe familja jote më kanë më lumtun, edhe njerëz për rreth që ti më kanë më lumtun. Po, por si shpjegon faktin se shumë nga nxënës ekselent kanë vijuar shkollat me shumë sukses jashtë dhe kontribojnë duke shndritur përsëri në fushat e caktuara jashtë. Natyrisht kushtet janë shumë të mira, por sa e rrezatojnë ata vendin e vet? Po, duhet me marrë diçka parasysh se është pak e vështirë me pa nga pikpamja një studenti që ik jashtë, pasi jeta që ka me bë jashtë nuk është fush me lule edhe pse ndoshta në vetvete e den që me ardh prapë në vendin e vet me bë një vend më të mirë, çdo person i parë mendon për veten e vet. Dhe mendoj se studentët janë hala që ikun jashtë, janë me ota të mira, janë hala një moshë të re dhe kanë me pas kohën që me kalimin e viteve me bardhin prapë, sepse kjo është tani ideja që ne ikum jashtë si studenta, por
atë jeta atje jetë duhesh me u ballafaqu me një stil krejt tjetër jete të re, domethënë, edhe gjatë periudhës që kemi mësu kemi pas vështirësira dhe normale që kemi harru pak atë që ke lënë mrapa, derisa të krijosh një trungull aty ku jetë ndaj të vendit ku jetë studiu, që me e bë pak më të lehtë dhe sa më shumë që vazhdon të krijohet ky trungull, ky themel aty, aq më shumë kemi pas kohë më edhe me për të kaluar tonë për vendin tonë. Je maturant, cilat janë prirjet tuaja? Shumë. Kam shumë vështirë me marrë vendime sepse mendoj se në një moshë që kemi mënyra si është i formuar dhe sistemi i arsimit është që kemi marrë një vendim që ka me pas ndikim shumë të madh për tonë vazhdimsinë e jetës e një moshë shumë të re edhe nga që nuk jam i sigurt shpenzoj për ju shumë madhe të menu, ata bëj këtë, atë bëj atë. Ndoshta është ai shtrat që lëkund pikrisht edhe mendimet rinore të kësaj faze, por edhe të atyre hapave integruese që Shqipëria hedh, që kjo gjenerat e re plot shpresa rreket në këto dilema. Është pikrisht kjo ndjesi që ju shoqëron, apo jo? Po, do kisha thënë është shumë e vërtet, është sepse më hanë jetë kemi pas një synim kryesor se disa synime varet sa shumë qëllime i vend vetit, domethënë, dhe sa dhe me arrit, por varet edhe çdo person ka i vend vetit arritje të ndryshme, nëse dhe mu ba dikush dhe me ba veti një person të madh, dikush dhe me kontribu në komunitetin e tij, edhe kjo si ndryshime dhe me thonë në arritje që me ba personi edhe mënyrën se si me ndëngjanët. Këto të rinj që kanë kaq shumë aspirata, që kanë kaq shumë bagazh, do thoja, që kanë kaq shumë dëshira. Shpresoj që duke u mbështetur te ky vend, të jap akoma më shumë, pikërisht duke u nisur nga politika, nga puna e përditshme, nga përkushtimi. Dhe pikërisht kjo është baza nga ku nisemi për të ndruar, por jo vetëm për të ndruar, për të realizuar mbase. Apo jo, Sevi? Unë do kisha thënë që mendoj se një nga problemet që ka rinia sot është se fokusohet shumë te vendimet që bëhen këtë X, Y, sa atë, vend që më u fokusu te vetvetja. Do kisha thënë që kishte kanë fillimi më i mirë për vendin tonë që se dona me arriti që ka ma të madhe, dhe me thonë, mos me menu të arritit që ka ba dikush tjetër edhe me gjykuat person për arritjet ose për gabimet, po me menu unë që kam ba, unë që duhet me ba si person për me ndimu për këtë vend, ose edhe pare për me ndimu vetën, se duke ndimu vetën kemi ndimu edhe vendin me kalimin e kohës. Pra, do kisha thënë që rinia më shumë fokusohet të vetvetja se me kalimin e kohës ka me kontribuar në vend. Jashtëzakonisht bukur. Mbërrim tek pika finale, që është një fest brenda vetës, brenda gjithë shkollës suaj, skuadrës suaj, profesoreshave që ju kanë udhëhequr, që kanë qenë aty afër. Si ishte ai moment? Po, normale që është një moment shumë i bukur pasi fitoria përgëzohet, fituesi lumturohet, domethënë edhe tan personat që suportojnë skuadrën fituese ka me kanë gjithashtu të lumtën pasi kena pas mbështetje si nga vetë profesoreshët që janë marrë me debatin me ne, por edhe nga ta në shkolla, domethënë si shokët e shoqët tonë, si edhe nga mësuesit e tjera, kena pas shumë përgëzime për arritjen që bëme. Edhe është normale që është një njësi që të banë mundi mirë, domethënë fitoria në vedi, përgëzimin vedi, informacionin vedi që kena marrë pjesëmarrja tonë shtohën. Mendon se ky është hapi i radhës, i cili do pasohet mbase edhe në të tjera veprimtari, ashtu siç përgjatë kohës tha edhe Arba në fillim të programit, që nuk është projekti vetëm në të cilën jemi përfshirë. Ndoshta jeta shkollore ka ofruar shumë gjëra të tilla të bukura, të cilat patjetër që do të mbesin dhe mbesin. Gjithmonë jeta shkollore është një periudhë shkëlqyer me kapak të ndritshëm, që sado sfida që ju keni përballuar, ato mbeten të shkëlqyera. Mendon se do të ketë patjetër të tjera ju presin. Normale, paktën flas personalisht, pasi jam një person që mundohem me kanë sa më në vit një trajqme me kohën, po them, me gjitha tematikat sociale dhe politike që ndodhin si në vendin tonë edhe jashtë, pra jam shumë interesuar për këtë çështje. Gjithashtu mendoj se, siç ka thënë edhe Arba, që na marrë edhe më parë me aktivitete të tilla,
pse jam mas marrë prap. Edhe si që tha edhe ti vetë, kjo është një pjesë më të bukur e periudhës shkollore, është zhvillimi i aktiviteteve të cilat janë jashtë kësaj pjesës mësimit, dhe me thonë që ti si nxënës mundesh me dalë diçka që nuk e mëson në shkollë, që është një informacion më tepër, diçka që edhe pse nuk e bën në shkollë, ka me të dalësh për një pjesë tjetër, dhe me thonë sepse është diçka që ke me ditë, edhe është shumë e nevojshme pse jam as me ditë. Do thonë këtë aspira njeriu që me ditë sa më shumë gjithmonë. Përgëzime Sevin, përgëzime gjimnazit 28 nëntori. Duke filluar që nga drejtuesja tashmë shumë e dashur Albana Bushati, por edhe ajo mësuese ekselente, do ta quaja, mësuesen tuaj Alketa Banushi Kraja. Natyrisht skuadra kampione e përbërë nga Arba Lohja, Marsida Hasmegaj dhe Sevi Reçi. Shpresoj që qoftë edhe duke u nisur nga këtu, dyert tuaja të jenë shumë të hapura, të bukura, të ndritshme, ashtu siç ju e mendoni, pjesë e integrimit të kësaj kohe që mund t'ju jap shumë çka nëse ju përpiqeni. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe gjithmonë suksese. Shumë mirë.